Mirëmbrëmetje dhe mirë se erdhët te Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko. Dhe unë jam Joana dhe si zakonisht kena Elvisin mrapa kamerave. Me qenë se erdhi fundi vitit, edhe dona me bë një përmbledhje të këtyne mujve qysh ditën e parë që e hapëm. Të Rrugtimit ton me datën 27 qershor. Ja, mas më shirë se për data, unë me ke marrë me datat. As vetë se marrë 27 që hapëm. Papa, dhe më thonë që ligjërisht e hapëm, sepse na kena diskutimet ishin shumë ma përpara. Ishin ma përpara, por po bëhen sa muaj marrë fëmijë doshtën? Po 5-6 muaj. 5-6 muaj. Edhe thome që adin qa, me qenë se jena në fund vitit, ta bëjmë një përmbledhje si ishte ky gjys vitit, se si ishte një vit i plot, ky gjys vitit për Oda Podcast. Unë kisha me thanë që fillimi, si çdo fillim, ishte emocional, ishte pak, si me thanë, nishim nervoz, se nuk e dishim se si ka me ecë, si ka me funksionu. Një nervoz të pokojtojnë se kena të nervoz. Po, edhe emocional me nerva. Jo, por unë me thënë drejtën më kujtojnë dy shpreje, njëna që thot çdo rrugë e gjatë fillon me hapin e parë, edhe një shprehje shkodrane që thot moti i mirë shifet nade. E faleminderit mallit Zot, moti jon, faleminderit për jush, është shumë i mirë, rruga dhe hapi i parë joni, a keni suksesshëm deri në këtë pikë, na keni mbështet, na keni komentu, na keni bërë share, na keni bërë like nëpërmjet rrjeteve sociale, në të tana, dhe na shumë kënaqën. Unë më kujtohet dita e parë edhe herë, du më kujtohet dita e parë, ku Elvisi na thirri për kafe, pavarësisht se e kishim prek pak këtu nëpërmjet telefonatave, dhe u me 8-4 dhe Elvisi shpalosi atë planin e tij për Oda Podcast, se si e mendonte Elvisi, dhe mori edhe mendimet tona, të Manjolës, Joanës, edhe mendimet e mia që janë shumë të vlefshme mendimet e mia, dhe Elvisi mandena krijoi këtë platformë me disa rregulla dhe me disa, si me thanë, elemente që Elvisi kishte vizionet e tij të bashku gjithashtu edhe me mendimin e Joanës, edhe me mendimin e, dhe me thanë, Manjolës. Jo, s'ka Joanës. S'ka gjallë, këta regla dishte me thanë, edhe pse Elvisi nuk është të full në episod, më duket jam shumë e sigurt që bjen dakord me mu, kam ken unë e vetmja që si kam thy rregullat. Ju dy keni thy shumë rregullat. Edhe jo të shafa me do me problem. Po s'kena emisiona kimesh sonte. Po i kam marrë 2-3 gjoba, po i kam pagu. I kam pagu gjoba. Ja, s'di gjone, shkreta në temen, bro. S'ka marrë vrejtje? Një alos na ka ba producenti e te. Po dojna me thonë edhe pak për mas me na marrë mësyshe. Po ja, një gjë nështë... Mas merë ju të në gjore seriosisht. Jam maj, po kam hasë... Po në jeshtë nërmend producentit, edhe kur të na bojnë atë mladhin e fund vitit, thot, ti vrejtje. Marko me njële 2 muj pushim. 2 muj pushim, një që po marrim 2 muj pushim. Hajtë me se po shkojmë në pushime. Na banerë. Edhe dhe më thanë, për para se me ba në regjistrimin e parë, kena ba disa takime, kena ba disa shumë e kafe di kena pi. A thu për në bojnë kështërë të kafe. Doshim me debatu, doshim me pru mënimet nërishme, doshim me pru mënimet e Manjolës, Joanës, Elvisit, mënimet e mia, se si me pru diqa jo spektakulare, jo nështë dhe aq profesionale, por diqa të thjesht, diqa originale, një diqa që në vite këtë natyrshëm, sikur ju mrapa që komentoni, po asnjë farë emocionit, po asnjë farë ndjenjet, ose po asnjë farë servilizmit, më mirë me thanë, sepse bota mediatike thot është bërë shumë lëpirse, me servila, çdo ka edhe podcasto apo emisione që i shërbejnë dikuj, na shoqërt mallit Zot nuk i shërbejmë kërkuj përveç vetes edhe ju. Po do të thonë që kur nisme me incizu, unë më mend incizimi i parë ishte për tokë. Shumë emocional. Të pas parasysh se na nuk kishim mësuar as me kamerat,
dhe nuk ishin mësuar as me mikrofonat, nuk ishin mësuar as me, pavarësisht se na nuk kena një publik që na duhet të roket për momentin se nuk kena live, por kena një publik që i cili na gjykon në qetësi në absolute, sepse ai ka kohën e tij, domethënë tamam me na me na gjyku edhe me na vlerësu. Falem njerëz për tyne, shumica e komenteve dhe njerëzve që na bajnë follow janë njerëz pozitiv, janë njerëz që edhe kur bëjmë një gabim e kuptojnë, janë njerëz që edhe kur ndoshta nuk e thëmë një diçka që nuk i përket atyne ose nuk janë dakord me ne, prapë kuptojnë, sepse ne jena njerëz sikur ju, me mendime të ndryshme, po ti pas parasysh se jetojmë në një botë të lirë, na shprehim mendimet tona, se kena thënë vetëm këto janë vetëm mendimet tona personale, nuk përfaqësojmë komunitetin e Michiganit, as komunitetin e Amerikës, as një shoqat organizat, na jena Oda Podcast me 4 mendje, me 4 zemra dhe me 4 fjalën e lirë, dhe kjo është një në pikat kryesore që kam qejf me thënë edhe herë që Elvisi ka thënë që kushdo që vjen në Oda Podcast do t'jetë fjala e lirë, do t'jetë e pa censur, e pa cenume, sepse e vetmja mënyrë që njeriu mund me shpreh është fjalën e lirë. Dhe jo vetëm fjala e lirë, por fjala e mirë. Sepse kajherë ka pak na duna me shpërda pozitivitet, si kur e the edhe ti, ka shumë programe gjana tjera ku disa njerëz që i pëlqejnë mundin me gjetë vetin, na shpresojmë, fati i jon është që njekësat tonë mi gjitha janë njerëz të vërtet. Jo vetëm të vërtet si followers, fansa në Facebook ose në rrjetet sociale, po njerëz të vërtet në thelb. Edhe një diçka se... Ja, mos mlen me fol ti kur dush. Ja, edhe një minut më njëzë, pa t'la me fol. Por, dirë me thonë një diçka tjetër që pa hi me ba konkurencë, në s'kena konkurencë me as një podcast, me as një njëri, të pas përësysh na njofin vetin kushina, na kena na mundësi me hap Google-in, me hap kompjuterin e me thonë, me majt mend ose me lezu filozofina, me lezu historina, ose thonë një autor, thonë një filozofsh, edhe me ba si kur na i dina ata, si kur na kena kry 7 diploma, një 7 universitete, si po të një 2-3 kena kry të 7, ja, po të mas ne haja. Po të më thonë që aja që kanë gjetë njerëzit e na është bile mu më kanë kritiku ka jem, kanë thënë Mark që na duhet ne historit, na thuk kur s'ki pas cingare, ke da cingaret me shok, kur ke hangër simita me marmolat fikut, me reqel, që na duhet ne, po mu nostalgjia është ja që mu më prejk edhe kur shkruj ka herë, sepse njeriu kur ka memorje, kur ka nostalgji, sidomos për kohën e fëminis dhe për rinin, e formon jetën, sepse në këtë moshë që jena të fokusum gjëna tjera, por kujtimet e rinis dhe kujtimet e fëminis, sidomos në vendinjen tonë, janë ata që ne na lidh tonëve na bën përbash, sepse e kena jetu të njëjtën jetë. Tesh me qenë se marrë ku ma dhe rodhen, se i marri fryma, se ka të shi gjysore të cyklet. Por me të vërtet ky rrugtimi jon ka qenë i bukur. I bukur në disa drejtime, sepse mos harrojmë, ndoshta shprehja më e bukur e Elvisit është që nëse s'ka nevojë me godit, s'kena pse ndryshojmë. Edhe është e thymë, s'kena pse ndryshojmë. Po, me domethënë që se nuk është e thymë, s'kena pse me rregullu. Me rregullu. Kjo shprehje vjen sepse kena pas edhe prej atyne që na kanë thirr në ditë e para, sa është në gjo kjo emisione, për çfarë keni hape, për çfarë keni bëhe, edhe na kena thënë për qef. E kena hapë se na e ka dasht zemra. Edhe si duket, duhet mi thonë faleminderit në fakt, tanë atyne njerëzve, edhe i kanë dhënë edhe sugjerime edhe Elvisit, pse ndhin Manjolën, pse ndhin Markun, pse ndhin Joanën, edhe me rikthamën e mia. Po kanë hapë podcast ata, kanë hapë podcast. Po me thonë nuk
Tash nuk po di gjë. Edhe Elvisi i thote pra kur s'është e thyme s'kena nevojë me një gjë. Ata janë një ashtu podcast pas ne për gjarën jashtë lojit, po më hap podcast ata na doshka me myll. Ja, s'kena frikë, jena burra në këto 3 burra. Sa dhe vete Joana, dhe më thonë, e kena një është burni, so si 3 në as burrave. Puna është se dhe më thonë, ti thu Manjola dhe Mark që s'na kanë morë seriozisht i herë në fillim. Kanë thonë, thjesht ka me kenë u hapele i faqe. Jo, më falë. Seriozisht nuk kanë nevojë me na marrë sot. Por njerëzit kanë gjetë na diçka që i ka pëlqyer atyne. Pra, I think, më falë, diferenca është se na, kur hapen kështu emisionesh a podcastesh, nuk kena ken, a i qëllimi unë nuk ka ken veç me ken thjesht një za. Kena dasht me ken një shpirt. Disha më ndryshe. Meri këthy fjallën e mirë, meri këthy ata kujtimet, meri ngjall kujtimet e fëminis. Kena dasht për me pru 2 kohnat, atë shkumen se ka herë na thojnë flitni shumë ndoshta edhe për të kalumen. E kalumja është pjesa më e rëndësishme e jetës, edhe si mund të harrohet e kalumja. Nuk ka të ardhme pa të kalume. Kështu që na gjithmonë kena dash me gërshetu të shkumen, me tashmen, edhe pse jo edhe me të ardhmen. Por aja është e bukur sepse ton këta me qëtan, një aty kanë ra dashni, sepse nuk kena ken vetëm na që kena dash me kujtu ato vite. Kanë gjitë ton ai grup njerëzish. Dikush ka gjetë vedin aty. Ata miliona njerëz kanë gjetë më thonë të na. Edhe na njoja është që na ndryshon prej tjerëve se s'ku pju me kënë kur e hapëm. Kena thonë ishte dona me fol, ishte si dina. Edhe Marko tha s'kena 7 universitete. Gjona ja bani bukur 7 s'kena, po 1-2 kena dhe na krejt ashtu për tokë si. Po për njëte kena përmend shumë herë që jena ballet bezishëm të thonë që si na gazetar, sepse jo çdo profesion do të përmeken gazetar. Na kena profesionet tona dhe jena shumë rahat me ta. Kja ka një diçka komplet tjetër. Kjo nuk është profesion. Kjo është qetësi shpirtit, kisha thonë, unë për vedi, kësaj tham terapi, sepse në qoftë se një gjë që e bën me dashni, aja është terapi. Dashnia në fakt është aja që nuk mundesh me e marr edhe me e vun zemër. Jo, dashnia del prej zemrët edhe vehet ku do me evu. Du më thana diqa, e kam thonë ma pret, po se kam përfundu në fjallin, ja, thot Marko prit, po na alen mërë zot ta marojmë këtë dhe fjallin. A thu do me bëhë ndryshim vitin tjetër? Pa, do bëj autokritik, vitin tjetër, unë nuk do flas pa maruti. S'ka gja vitin tjetër ka përna me dis. Kanë ba kritik edhe komentusim, ka thënë, lera Manjola me fol, po Manjola s'ka nevojë me fol, që ko e keni Manjola? Më falë, po për ata komentet për Gjoane, na i shifni jo? Për Gjoane ka fa, lenë Gjoane se gjuna. Pra Gjuna. Marja Manjola pa, hara që du më thanë, lutëm shumë, ja myllme. No, unë kishtë të thanë këtë që na, të 4 të, kena pa podcaste dhe kena pa njerëz që merren me social media edhe përpara se me hap Oda podcast. Edhe ne kena pa disa që qa bajnë për me marrë like. Po na kena venos që në Oda podcast na nuk do të bëjmë as skandale, as nuk do të fymken, as nuk do të shajmë, as nuk do të flasin fjalët nyta, as nuk do të nuk kena me diftu kosh, as kam, as qaf, as vesh që diftojnë njerëzit për me marrë like. Na jena këtu për me dhanë vetëm tema familjare, tema emigrantash, tema rinie, tema familjarësh, temat ndryshme që të kena një lidhje midis emigrantave edhe njerëzve shqiptarëve që jetojnë të tona. Po një ashtu si e kena pas qëllimin, se thojnë kur e ke qëllimin e mirë, edhe e ban me zemër, të njekun edhe njerëz të duhun. Edhe ne ta njekësat tonë që i kena, jo njerëz të duhun. Ishte t'i ba Manjola... Mos të marrë Gjoana. Ja marrë, s'ka gjo. Ishte t'i ba Manjola i ditë lojna me mu, më thote, Mark, ti nuk marrë like shumë. I thonë, që me marrë like, me s'kam i bukur si jo. A din që tha. A ke këmi që tha se kemi marrë like shumë. Ja, di si është i punë. Na ta gjona shqyqyrt molli zot nuk i bajnë këtu, as mos i pritin se ka menohë këtu. Bukuria asaj gjo këtu është sepse edhe sa herë për shembull na kanë thënë ndoshta mu e Manjolës që për shembull na kanë ofruar që edhe i falenderojmë e kena përmend
hajde t'ju rregullojmë flokt, ose bani kështu, ose këtu na nuk jena me diftu se sa bukur veshina, as sa t'meqem jena. Këtu jena thjesht me shpërnda këto mesazhet krejt thjeshta Temat që shumë për jush e gjeni vedin. Ky është qëllimi jonë. Tash se ta sqarojmë edhe njerëzit se këta qyqare tesha tonat janë për raftit tonë. Alos në kollon kush tesha kush mu vesh, domethënë me tesha tonë vesh. Janë të mu marru teshat. Unë edhe këtë kam, në episodin tjetër kam e verë teshat e Manjolës, episodin tjetër kam e verë teshat e Gjohanës, kështu që mos u bani surprizë në asë mshili me tesha grash. Nëse një është tesha janë në raftë. Të qërë zotit një atë kena pështu, jena në rregull. Jo. Për të Manjolë, vërdat dhe kishtë të dhëmë. Dhe me thonë, jena një od e vogël, po me shpirt mal, edhe me një trez të hapon. Sepse kur do që vjen këto, si kur na që nuk jena të përgatitun, kur flasim, ashtu edhe ata që kanë arë këto se kena pas disa të ftum në odën tonë, kësa herë na kanë pyet, qa mundë me përgatit, qa mundë me thonë, kena thonë, ti jesh vetvedja, se kja është oda jonë. Oda jonë është komplet naturale edhe pa egzagjerime, këto jena, këto që shifni, këto jena. Ashtë ja e bukur se desha zdite që kush e tha se jena basi rëmuj të tonë bash të Që sa kënë gjohë me shme kam thonë. Jo, desha me thonë për atë numrin e followers. Në është ta theti, në që se tham ishte gjohë menqme, por jo, primën është që na, disa njerëz ka 250.000 followers, edhe kanë 3 likes-a. Edhe theti, kina thonë që s'kina me pasa si sanë falso, edhe këto numrat tonë janë primën, sepse këtë pjesë tha Gjoana janë tonë njerëzit reala, na tonë që shkrujnë me ne, tonë që flasin me ne, janë njerëz të vërtet, edhe njerëz që primën na dojnë, që ma do mendja se shpejti kena me ja kalu në ushta edhe me atë numrin anash. E rëndësishme ka herë që na të vazhdojmë me këtë ritëm që kena, të kena këtë komunikim që kena me publikun dhe me vllazërin dhe motra tonë shqiptarë, si që keni pa ata që nga ka njekë për një fillim, në Odën Podcast në kena ftu shqiptar, ma të gjitha trojet shqiptare, sepse na që jetojmë në emigracion, e dina, jena ma të informum, jena ma të sinqert, jena ma të kristal, kur vjen puna e krahinave, e zonave, e dialekteve, e kulturës të mesme shqiptare që ndryshon pak a shumë. Jetë kristal, se kristal dhe fjale madhe, për nuk nuk gjykojmë atë shumë sa... Po, dhe më thanë, është epitet fjala kristal, që kuptohet. Se më nëj, për na keq kuptojnë. Dhe kam fjalen që kena ftu këto të gjithë shqiptarë, pa dallim krahinet, por dhe një diçka tjetër, këtu nuk kena ftu vetëm njerëz të suksesshëm nga ana financiare, sepse suksesi vjen në mënyra të ndryshme, sidomos në emigracion. Shqiptarët kanë një problem, duhet me hekat mentalitet që mendojnë se i suksesshëm është vetëm ai që ka pare, nuk është i suksesshëm as i lumtun vetëm ai që ka pare, ka që janë të lumtun, nuk e tham, por çdo njeri është i lumtun në jetën e tij dhe parja nuk lidh në rol shumë të madh. Nuk e di, a marrën po të nërpres dhe vetë si e nërpresina për të nërpres që ne. Ja, me këtë qytetis, ja marrën një stratë të Fadil Has, që i kishte dhënë i 100.000 lek. Që i dha 10 herë faleminderit dhe 100 herë faleminderit që mi more. Që mi more, sepse parja nuk të bënd lumë, të në rane ku mi hargjua ta lek. Zitne që me bëmë ata. Edhe kësho... Fatkecia ma malla është se leko, kur në ushta e ke lekon, por janë atë që i flasim gjithmonë, janë atë gjanat ma kryesore që lekon nuk mundet mi blej. Se ka njës që e kanë lekon, po s'ka lek në botë që mundet për mi përmush me da gjana që ai leko nuk ja blen. Në që për një të i në të lumë të në mëj. Me dorë, të nkohen. Me që Manjola përmeni humorin e Fadil Has, me Darjen edhe me unë e mëjmen shumë mirë, unë po du me tha një histori filozofike,
sepse unë, si që kam Si thënë, filozof që unë na vetëm në mine filozofike, So herë vjen për çdo emision ka një talent tri. Shumë kujdes ku flason se ju duhet për jetën. Ishte njëni edhe po pjek të qebab. Në katë parë, poshtë pallatit aty. Sa qa Që guen pjek qebab aty, hymi sipër, dhe le kushien ka dytë. O cof. Hama i thot, që ti bo mërë se na hini ty mi mrend. Po pëse mërë tha, dishte me t'hi qebab mrend ty, tha. Në gjë, mi e bë një estradë gjallë. Ja, ti më njëllë tim ki një vonë, ki një fra një 20 vjeç. Ja, ka laj edhe dëse një Një që shkollë 30 vjeç, po një 30 sa vjet. Pa, pra, Ti me pa njof ku jam gen fmi. Më kishe mojtë bakën me dorë. Për i humorit ten. Në lagje, Ja. tuj, thoshin, ke kini humoristik. Markon. Ja, është një diçka me thonë drejten, me që kam pa unë, shqiptarë tonë përgjithësi janë shumë njerëz me elementet të ndryshme, me talentet të ndryshme, por në Shkodër, për shembull, nuk ka shtëpi në Shkodër. O ke një humorist mrend, o ke një që i bjen kitars, o ke një që i shkruan beta, o ke një që piktoran, o ke një sportist. Shkodër është një qytet që çdo shtëpi ka zjarr një talent. Me gja, me kesh Për atë punë, Lenan. Ta na i ban. Për atë punë, kanohen tonë shqiptarë me Shkodër, se Shkodër gjithmonë është një gurë që kur nuk shterë, zjarë gjithmonë kulturë, sport, art, dhe është i pavdekshme. Pra, një nërë ta jam allonë. Këto dhe ishte medalë kë. Këto ishte tonë ja sekreti se ajo që dishe me thonë unë ishte kur je shkodron, se në fakt ishte bukur në të këto videot, në shumë për video thot kur je shkodron të na i ban, edhe na tësh po na hekë përveç të jetë, që ki shumë talente, në 4 vet jena, tonë kena koj talent marë? Po ti po me një që ty të kina një të kënan. Pa, të kanë një ba dhe muhabet. Po, kënan. Din me ba me hangër mirë Manjola. Pa. Edhe din me shkru Manjola, por sa Gjona ka talentin, po Gjona nuk ka. Gjona veçnisht vjen këtë sa mi pa ishësh një. Nuk ka qef me është ma rezervume, se Gjona shkruun, por i mana din arshivat e veta. Kam atë arkive dhe mija atë që nuk i do t'i shpalozi në i ditë alon. Më në kena dhe producentin, mas në harra producentin. Producentin, me të thënë vetën nuk e harrojmë, por Elvisin e njofin shumë, për para se me të njof ty, Gjonet edhe mu. Sepse Elvisi, jo vetëm në Amerikë, po ka shku ka pa muzikë në Australi, qysh këtu e 20 vjetë për para, e 15 vjetë për para, e në Evropë, e në Kanada. Elvisi është një djallë që jo për me arrit mendën, se nuk e rritet me janë këtë mosh, por me a dit vleren, është një djallë që lumë shqiptaria që e ka, sepse ta pas ka rrit rogën duke. Jo, më kapem tu që kam në lanë rogën ma të mirë. Me ka rogë si të marë, po do është ka për me qume ngritje në pozicion, duke kime në ruvën. Jo, se kam ona e talentit, se talentit ka jetë në bëzoti edhe vullnetin e dëshirën për pasionin që ka si muzikant, edhe ka bëllë, është dhe producent, kështu që ka disa vërditet mira nga ana e artit dhe të ndryshme, dhe shtë me thanë, por është dhe djallë fantastik. Me thanë, ba me taku... Palemirë që në reprezentoj sonde. Jo, e kam për publikun, ba me taku shok të Elvisit, vetëm fjallët mira, se s'pa thanë për shoqet zata, shoqet më apet e zëtë. Ishë shoqet. Pa. Por si kishte thonë për punën e podcastit, se dole me prej temet, se fol me fjalë mira për ty, Manjol për Gjone, për Elvizin, Markën e lame. T'kina po vritje. Për Markën flasin publikot, më shajnë të në qadën, levdojnë, one i du të tanë barabar. Por kja Oda podcast për e mëndë që nëna ka lanë një knaci për jetën, sepse çdo njeri dhe çdo amerikan nuk e ka jetën aq perfekte sa duket ka herë në për fotografia dhe në për kamera. Jeta është e lodhshme kudo që t'jesh, sidomos në emigracion, do punosh, do jetosh, do pagush tatimet, do pagush gjana që kemi pagu, jeta është shumë e shpejt,
por Oda Podcast na ka dhënë ne një dritare, një pigjere tjetër ku e nin veten më mirë, e nin veten se flasim direkt me shqiptarët, flasim direkt me ju kudo që jeni. Domethënë, pavarësisht se jena larg, na duket se kur komunikojmë me ju dhe kur lexojmë komentet tuaja, aja është aja ura që na lidhet, që kena thënë gjithmonë, edhe unë personalisht njem shumë mirë, edhe kur vi për shembull me një qizu, mendoj me veti, që me komuniku me njerëzit, si të lidhe ma shumë me njerëzit, që me i thanë, edhe që kanë me më thanë. Edhe për mu, inshallah, Oda Podcast ka me pas një jetë shumë gjatë, sepse prej mend, e du me shpirt e me zemër, edhe do e bëj maksimumin që të punej sot mundëm. Ti të bëj racing rrugë. Po ky me shaka full sonde, ky a edhe je dhimbshëm drejtor. E kena që me ngejtje. Drejtor, po kam trefnimër drejtor. Duhet një majtë. Bash me doj filër, ose me droj filër, drejtor. Dhe me thonë, kur e kena fillu këtë Odën, as nuk kishim... Po s'kam pas pantofle marë. As nuk kishim përvojën e duhun, as nuk kishim mjetet e duhuna, nuk kishim shumë gjana, po kishim atë gjanë që nuk blehet, zemrën e mirë. Me njatë e fillume. Zemrën, dëshiren, zemrën, edhe të shti shifet edhe rezultati. Sikur e thati që mund t'i mirë shifet nade, njëta gjë null edhe me ne. Një gjë, aja është dhe më thonë 100%, por unë me thonë drejten, në këtë fund 6 mujorshit, du me falenderu, kam thonë herën e parë, po du me falenderu dhe sot, sepse ishte Zoti që na drejtovi, ishte Zoti që na vuni bashk, edhe ishte Zoti që na e prini kaq marr, sepse mos ishte ai, s'na kishte bashku ne të katërt, se ne s'na mori kërkush me zori, jena bashku deri tesh, po të tesh nuk e di për tesh e mrapa, po për sot domethën mund me thënë lirshëm që është dora Zotit që na ka pru deri këto. Faleminderit atij, edhe faleminderit për ton ju që na keni mbështet qysh ditën e parë. Jena ba një familje e male, ndoshta jo me gjak, por jena për gjakut, por jena ba një familje e male, jena ba një zemër e male që ka ma rëndësi se kur gjatë tjetër. Edhe herë ju falenderojmë shumë, sepse na nuk e përsërisim mjaftushem se sa mirë njoh sa jena na për mbështetjen që na keni dhënë, për komente, mas komente që na bani, për mesazhe që na çoni. Vazhdoni, mos kujtoni se ndoshta ka herë nuk munden atë çdo mesazhet më u përgjigj, por ju lexojmë tanëve, na bani mundi aq mirë. Edhe ju lutem vazhdoni se të kenë ju në atë mënyrë na jepni një ma frymëzim që me vazhdu. Edhe besoj që duhet unë e përmendej pak më shpesh, pavarësisht se nuk ka no ala, kena shumë kërkesa për me dal live. Faji është i Markut edhe i Manjolci, jo i Gjoanës. Gjoana ja kujtan gjithmonë. Myten gjoba. Pa, por vitin që vjen, kena me pas shumë live, sepse dona që me komuniku komplet direkt me ju, që me kenë kja gja edhe ma e vërtet sa është. Gjithashtu kena me fillu me lexu edhe ma shumë komentet, sepse është e vetmja mënyrë që mundena me shprej sa do pak mirë njohjen. Komentet edhe disa mesazhe. Disa njerëz ndoshta edhe nuk e din se na primën kena vetëm alos në janë bërë 6 muaj, dhe më thonë dënë edhe java, 2 javë me na u bërë 6 muaj. Se Manjolin e kena kështë që na i matë këta datat. Por e vërteta është sepse marrim shumë komente që thojnë, o s'keni fol këte, pse s'flitni për këte. Po i ka që misione janë, menon. Dhe më thonë, na kena një rrugë, një është gjatë që kena mi marrë tanë ata sugjerimet tuja, por sinqerisht mundona sa ma shumë për mi prek, por s'mundona me prek të tana për i dit. Kështu që vitin tjetër, në 2026, na kena shumë planet reja, shumë planet bukra, që kur t'i nini, kur t'i shifni, keni thonë, pa mërë një është e bane. Me liftome. Ja, martis liftaj gjallë. Në fakt, pavarësisht se na thame në fillim, më duket e përmenda unë nuk e di për qa punë premtimesh, po në fakt na s'kena pas premtime, na kena pas thjesht fjalë që kanë dalë prej zemrës edhe rezultate.
Na deri tesh faleminderit Zotit të tonë atyne që na mbështesin, na ndjekun qysh ditën e parë, për ata që e kena thonë, tana i kena majt, por në janar kena thonë kena me shtu tjera. Po tjetër, është vit i ri, gjana të reja, edhe në fakt me zipres, që me fillu edhe herë një vit i ri, edhe inshallah ka me keni vit i sa ma i marë, për tanë, jo veç për ne, edhe me zipresim që me vizbulu këta. Atje me në studio me kam të marë të pari, na thu Markuna? Po. Te Oda podcast. Po kena një këtu? Jo, për vitin e ri. 2026. Atje? Po mashko do të me hi. Imagjinoj derisa komentet kam i pas Marko, po pse? Ashe sepse mashkulli jo femna. Janë një herë që kena la një femen, në hi e para, e kena në ju në mur atje në kala, që unë do hi pari me 1 janar 2026. Por derisa më thonë një diçka tjetër për te lojnave, pavarësisht se na bëjmë çdo gjë me qejf, si e thamë dhe është krejtë e sinqert, me të thënë drejtën nuk është krejtë e lehtë për ne, sepse na tonë kena punë ndryshme që bëjmë gjatë edhe ditës edhe të javës, edhe për mu bëjmë të tonë katër, kjo është Amerikë, nuk ka vend i vogël, është zorshme, nuk është krejtë e kollajt, dhe me thënë, dikur duhet me lanë fëmijët pa i që dikon, dikur duhet me lanë pa fëmijën, ose pa ble diqa, ose pa shku dikon, sepse mu bashku me kry episodin, ka herë bëhet edhe një nervoz, janë trafik, jo keme kry një pun, nuk pa thamë se pa bëjnë e sakrifis të jashtëzakonshme, por ka edhe lullën e vetë. Pavarësisht se na qesim 1 orë një javë, ose 50 minuta, ose 40 minuta, po t'jeni të sigur se na harxojmë 20 orë një javë, 15 orë një javë, për me zjarë sa do pak një diqa që ka i farë vlerët, ka një farë pëlqimit për ju, sepse për ndryshe do të kishte vlerë. Mendoj këtu para mikrofonit, na mundë mendoj 24 orë, me fol marrina, ose me fol gjanat që s'kan lidhje me jetën e kërkuj, por nuk kanë vlerë. Ja kena mendu që ma mirë pak e për marak. Që të një vazhda, kam mirë? Për një test në vizoni gujë, me da kërtë ma të që the. Ashtu thamë edhe edhe thamë që vitin tjetër kena me pru edhe pak ma shumë rini. Sepse rinia është e ardhmja. Po është se në mundu, do e kina mundu për pak ma shumë me najon rini, edhe e di që për shembull këto shumë rini shqiptare e lindu në Amerikë flet shqip, shumë mirë, po ka herë da fjallë edhe da shprejhje edhe komunikimin e kanë shumë më kollaj me fol në anglisht. Kështu që kina me pas nështë edhe episode që disa nështë kina me i ba edhe në anglisht, sepse janë rinit, lindun edhe të rritur në Amerikë, edhe shprehen ma lirshëm. Këtë do të diskutojmë, këtë gjanë, sepse alas kena marrë vendim. Po do të diskutojmë. Kjo është një në planet. Në planet tonë. Në planet e arshme. Planet e arshme do të diskutojnë me mu, edhe ti. Arshme, në madhe në dhoni jo marë ku ju, që që në banë marë, në televizor edhe në përte. Edhe live, imagine që a banë kur myllen kamerat. Që hiko. Për njëni në dëpsu në dyja, ata që njofin personalisht e din që marë ka shumë i urt. Ata që njofin ju personalisht e din sa ju jeni shumë të urta. Kështë që ja, na shqyqyr që nuk jena krejta shturta, se me pas kena shturta, nas kishim mujt me dal këto për para për me fol, por vazhda Marte, ne i prejve antë një diqa që ka një veti tjetër Oda podcast, kisha me thonë, është që e keni vure që na bëjmë ju napim përgjigje komenteve tuja. Mënona maksimumin me lanë komenteve, me lanë përgjigje. Jo vetëm se na dona me lanë përgjigje, po me diftu ju që ju kena pa, ju kena lexu, dhe çdo koment e ju i ka vlerë për ne. Prandaj na ja u kthejmë mënona në maksimum. 8-4 me këthy mesazhe, me këthy komente, sepse e kena thënë na ju vlerësojmë ju ashtu si ju na vlerësoni ne. Na thëmë të mikrofon, po kena qenë me thënë atë komenti juj, edhe teja zemra ju që na qoni, ose edhe një kritik që na bani. Por, prep duhet me theksu, është një numër shumë i vogël, që hin aty, shon me fjallë të nyta, shon me fjallë pista, ata fjallë i dinana, ata fjallë munda me i përdorë dhe na,
Po ja, nuk do ju lejojmë ju, sepse në podcastin tonë nuk ka fjalë të nyta këtu, as në për komente. Mundet nështë me në rëshit në koment. Për një 30 sekonda. Me në rëshit nështë edhe për ma shumë. Për 30 Por sekonda. nuk kena që Milan. Hajde aty kritiko sa dush. Hajde ban humor sa dush. Ban ironik tallo sa dush. Na jetojmë në Amerikë, na e vlerësojmë fjalën e lirë, humorin, me thuma, me thinca, si ta keni ju, por fjalë të nyta, na do i eliminojmë, nuk ka vend aty. Shkoni dikon tjetër, keni platforma tjera, keni video tjera, atje ku shahet, atje ku fyet, ku shahen me nan, ku shahen me rob, ku shahen me motra. Këto të na nuk ka, këto të na jena familja si oda, jeni familja ju, pra do të mundona me majtë sa ma të pasët. Edhe kena majtë. Edhe kena majtë. Edhe për atë 0.01% i thojmë faleminderit tonë 99.99% që jeni të mrekullueshëm, edhe faljosh prapë se nga që është fundi i vitit, po bëjmë ka shumë falenderime. Por është edhe një gjë tjetër, primën që ka i herë keni harru prapë, e shtyp atë butonin që thot në ndjekni, ose që thot pëlqim, ose që thot subscribe, se prap, dhe më thonë, shkruni jeni të rregullt, tamam shikusat tonë të rregullt, por prap alas në ndjekni. Kështu që ju kërkojmë me shumë dëshirë, me shumë zemër, që na të japim. Sepse, me thonë drejtën, ndoshta disa njerëz thojnë për që na kërkoni këta. O, kërkoja tërë spanjol, më rikota, kërkoja tërë, janë festat, për peshesh, për festa, për vitri edhe për Krishtlindje, dona një follower, dona një subscribe në YouTube, dona një comment, një like, një share. Kë ishte me kënë Pesheshi për Oden. Ju nuk ju kushton gjë, për ne është një peshesh edhe është një diçka që ne na frymëzon, sepse kur shohim sa më shumë njerëz që na përkrahen, na bëjnë share, na bëjnë follow, kjo gjë ne na bën për me ecë përpara me më shumë qejf edhe dashni. Sepse ky është suporti si ta Marko, ndoshta edhe tonë kena se gjithsecili edhe ju kudo që jeni si në Amerikë, si në Evropë, si në Azi, si në Afrikë, kudo që jeni e dini se sa e zonu në shkoha, edhe na kushtojmë shumë kohë, që sinqerisht jena dëshmitar të asnjë lloj përfitimit zero për deri tash mundena me bë lirshëm që janë zero. Por kjo është në qoftë se ju mundeni për me në lanë këtë mështetje që edhe na, si tha Joana, na ndihmoni që me harxhu atë kohën, që t'japim ma shumë, që t'dorojmë kohë ma shumë, por ky është bashkëpunim i të dy anëve, juji për bashkë me ne. Të shpathama një diçka tjetër filozofike, sepse unë vetëm me filozofi flas. Ishte i polic, edhe ishte batë shërbim natën. Po për natë, kur shkote në shtëpi, ky jetote në 4-5, shkote në shtëpi vonë, në orën 2 natës, hekte këpucen, bum, hekte qizmen, bum, a i shkreti poshtë, u qote për i gjumit, për natë. Vjen ke kujshie, o i darsëm kujshie, të lutem shumë, kur të vish për i shërbimit natën. Veni ata qizme avashmora borë, thot se për natë 2 natës ti hjallë qizme bam plaka, thot e më qanë për i gjumit. Ma ban halaj, thot me më falë për zotë, thot se kam ditë. Shkanë polizin punë prep. Vjen për i punet, 2 natës i lollën i shkreti, si për natë hallë qizme, bum, to. Kur i kujtohet, thot kujshia, edhe ullë tjetën, ka vash. Shkanë këja full në gjumë, adhe ku e bjen zilja, ting, sot këj për i del, u qa me pa kujshia, po, ha më të bëti, por, zotin, thot, kur da me halë qizme tjetër, thot, se mle pa gjumë ta natë, më një, thot, halë qizme tjetër. Së përgër jetë. Filozofike, jam e përgër. Filozofike, shumë përke. Në gjë, në është bërë filozof. Njëri, më sanë, për këtine, dhe janë humor, pra, dhe ju, më pas kujtet, më se bërë zhurë. Ja, me që të matë valë, hecim shu si pupull në për studio, mas me në një morë, kësi në bërdet. Ta ne doni me hu peshjo, se doni me si pupull. Pa për
jote, po në gjë. Ja jo, e kam anë përgjithsi, Vjen shumë mirë që e korrigjove vetin se thosh shumë. Ja jo, jo s'kene nevojë. Po femnat kanë përgjithsi, kanë qenë me huk peshë, do në me ecë si pupla. E di e kena diskutu në episodin e kalum këtë gjë, nuk do na me prejk ma, e din ti qa ki hek mas emisioni dhe qa ki na thonë, kështë që s'pa e përsërisi ma. Sa do na me dhanë pozitivitet. Nuk do na me dhanë qa tjetër. Pra, kjo ishte krejt pak që adishme me prejk na për këta 6 mujt e parë, që na e hap me këtë podcastin tonë. Jeshtë me thënë, ja di gjëna tjera. Po prit më vojë s'ka marru fjalina lë. Jo, unë ishte me thënë që nuk është se jena të i thënë detaje çdo gjë, sepse 6 muaj janë pak, por janë edhe shumë për atë shumë gjana sa ka në këto në Oda Podcast. Dhe nuk mjafton një 35 minutë ose një orë për me përmlell diçka që ka në për 6 muaj. Ose edhe për para se me hap, sepse si që thame, ne e kena hap të 6 muaj dhe kena fillu me komuniku me ju të 6 muaj, por kjo ideja shkon shumë ma lërgë se sa 6 muaj orë. Dirë se me thanë diqa tjetër, që më kujtujt është, e thash parë që na bëm një farë sakrificet për me bëhu të podcast, sepse është e kuptueshme që nuk mund është ti me realizu një emision ose një podcast për 1 orë ose 50 minuta, edhe me shku e me kry punë për 50 minuta. Duhen orë tëna gjatë javës. Janë disa gjana që ai që ka podcast ose emision i kuptan. Dhe këtë, dirëse me thanën që na të katërt falenderojmë edhe pjesëtarët e familjes tonë, sepse edhe ata sakrifikojnë me ne, bashkëshortet tonë, bashkëshortja ose bashkëshortet tonë, nana, baba, fëmija, sepse na shkput na për tyne. Jeta shumë e lidhur njëri me tjetrin për familje. Dikush ka nevojë vetëm me ndaj afër, dikush ka nevojë me çu dikon. Gjithashtu, ndoshta edhe me shku me hangër i darkë, me pi kafe jashtë. Por na i kena eliminu shumë gjana dhe ata na kanë respektu ne dhe vazhdojmë na suportu sepse besojnë në ëndrrën tonë dhe dojnë që ëndra jonë të vazhdojnë të bëhen realitet. Edhe ma gjatë. Të shën falë, ëndra na është bërë realitet. E thashën, ëndra na është realizu, por të vazhdojnë edhe për ma gjatë. Po. Sa vazhdojmë këtë realitetin, se ëndra u bë realitet, të shdo na me vazhdu realitetin, sepse na mund kena plane për të ardhmen, po kjo ëndra që kishim shqyr Zotit, si që tha Manjola, mendimin e Zotit parë të herë, u bë realitet. Tesh do na thjesht me shiju realitetin dhe me vazhdu realitetin. Unë sande do flas vetëm filozofinë. Kur afrohet Marko, kështu kur me këtë pamje që sa ba, u afshon ky me folë edhe herë. Nuk lën. Në më gjithë, në thanë një filozofi tjetër. Thuje. Unë nuk di se unë e di si rrimi të me i tonë të filozofina. Janë 3 shtetet më të forta në botë që kanë bërë filozofi. Janë mandë japonez dhe shqiptarë. Ishin Amerikani edhe japonez edhe shqiptarë të diskutu për punë teknologjisë, se tash teknologjia ka arrit kulmin edhe pa arrit kulmin, thot Amerikani thotë, unë kam thot teknologji më të mirë, pse thonë? Në ka le thot një fëmijë thot pa krah thot, i kena vu krah thot, kur arrit të bë kampion boksit. Vaj thot. Po çaj thot japonezi thot, na kena thot teknologji më të mirë. Pse? Në ka lidhur një fëmijë pa krah e pa kam. Ja kena vu thot krahët edhe kam, thot kur arrit, lena thot që bë kampion boksit, pa bë kampion atlet. Ai thot, i thot shqiptarë, në gjoni e marja thot, ku keni ju thot teknologji? Teknologji kena ne. Pa më thot, që keni ju? Ne thot, në ka le një fëmi, thot, pa të runë. Se heq ma heq, thot, se ka pa të runë, heq. Kur arrit, thot, a ba kryetar partijet. E kena filozof. Biletesh kur prezentohem, kur thojnë kush je, i tham motra filozof. Nuk prezentohem ma si Joana. Në gjë, Marko na ka motra thonë filozofit. qysh javën e parë, se ju godzan zoti e më thirrni ma martë, zotni martë. Zotni Mark, po të shka shku me ngëriti, e s'ka ma zotni, të shka filozof. Unë më thanë dhe të të kërmava kur të një shpi, i biziljes, ding, hapin dhe, pa dhe edhe hi ndak, mi hekon puz. Mirë se erdhe zotni filozof. Ja, zotni filozof Marko. Ja, se fama, me thonë dhe edhe në gja. Fama, nuk është aqe mirë, sa mendojmë na, po asë keqe nuk është, në fërë.
Po më kujtu I ditë shkova në shtëpi, shkova herë për I punët. Po. S'njoft në rrëp të shtëpisë. Ja, më e kam për të fama, I pava Dajan një aty kishin metësh një 2 ditë. Po. Hajtash për Dajan Dajan këtë aty. Shpejt. Ula me pa televizor, më të lava janë, I pava ta tesha. Hajtash për Dajan aty, mashina e lajnë, zbahet nami. Kush pa më shef thash. Pa. Kush pa më shef, as pa një kush, as pa din kush gja. Kamrat I kishe myll. Kur erdhi gruaja për I punët, më thot, Mark thot, tërte thot, kushin e plenave thot një aty jashtë. Pa ma jonë tak në kur më kujtu. Po prit e herë më I thash. Prit e thash, a di kush e më I thash. I thash, në gjama I thash. Me më thanë, mu I thash, ti I thash, me tret plenat jashtë. Po me pa di kush mu ti tret plenat me. Me thanë, shefe Marko, jo, pat ka ati tret plenat me. Në fakt I po e bën për Edhe, e lash një aty. Unë I thash, nuk del, ma I thash me tret plenat, I thash, se prit të zot më shef dhe I kësh. Kopi kamera në isa. Miku fama. Në kja ti pa e thu për Homar, për deshta më kujtu kja tjetra. Në fakt, është një knaci shumë e veçantë, kur jena dikon tesh, je pun famet, sepse na sinat famshëm as nuk është të qka që jena të sënu për me kenë. Ne famen më të mëllë na keni lanë ju me dashnin tuj, për ne na mjaftan një lloj famet, nuk do na as një lloj famet tjetër. Por knaci, po, se është të shkot me thonë njëri që nuk nin knaci. Edhe në rastis shumë herë kur jena këto, se Amerika edhe Michigani këtu ku jetojmë është vend I madh, dhe vetë mënyra jetes që kena nuk është se këtu dalim kam edhe shohim një tjetrin si është Europa. Këtu është një mënyrë jetese komplet tjetër me makina në ekte, po kur shkojmë në për dyqane ose një restorant ose dikon na shohim shqiptar, sepse ka shumë shqiptar siç e kena thënë. Edhe thojnë, tesh na me emen, Joana, ose Manjola, Marko, Oda Podcast, një knacit veçantë, jo për famen, po që njerëzit na njekon. Edhe kur I nin ato komente që na bani jo në rrjetet sociale, kur I nin kështu direct live, sikur taman ta mushin shpirtin edhe knashna, dhe me thonë kur na shifni, jo për se na kena qef me basit njoftën, por seriozisht njëm knatësi na flitni dhe na jepni atë knatësi t'il. Se Marku ka I gjë, na ka takun disa herë, dhe më thonë kur kena kenë për shembull të 3 ose të 4, Marku I pyet gjithmonë, kush pëlqen më shumë, më normal, Po dhe kja se Manjola dhe Joana marrin ma shumë komente, është krejt normale, sepse jo vetëm se janë të amla dhe të shprehona dhe ka një vokal shumë të mirë për podcastin, por janë edhe vajza simpatike, dhe është krejt normale që me marrë ma shumë komplimente. Tesh ti vjen shumë keq, Mark, se po duke si me kënë të leftu një tjetër, po për simpatik, tesh na vjen shumë keq. Ti nuk I len gjamangët. Po asaj pun po nese tesh. Se dina unë Manjola në komente dhe ata gjana që I lexojnë për ty, po nese. Edhe herë më këthy të podcasti jonë është podcasti I vetëm në këtu në Michigan, edhe në Amerikë, që ka marrë një rrugë kaq të gjatë, të shkurt, po ka shku ka shqiptar, që të thekse podcasti shqiptar, se në Amerikë ka edhe mendojmë që ndaardhmen kanë moha podcaste tjera, sepse është krejt normale, dhe uroj që ata të kenë sukses. Janë hapa disa podcaste para pak kosh, por më duket se janë myll, më se kam pasi kam pa. Gjithkush ka ata. Por jo, e di, se s'po du me thënë gjama, po du me thënë që edhe mendoj që të hapen sa më shumë podcaste, të hapen sa më shumë, sepse zani edhe një revistë shqiptare më hap, edhe një gazetë shqiptare, edhe një radio shqiptare më hap, është një për komunitetin, është një për brezat e ri, sepse sa më shumë zanë shqiptar, sa më shumë të flitet shqip, sa më shumë që të kënohet shqip, është më mirë është për ne. Pra, na nuk kena që me kenë vetëm na, Oda Podcast. Edhe pse sot për sot jena na, si me thonë, ma me rezultat kisha me thonë, drejtesh, por oraj që në armen edhe rinia të hapin podcaste, sepse sa ma shumë flitet shqip, atë që ma mirë ka me kenë për çdo shqiptar, ku do që jetën. Në jena me fat,
Edhe të shmarku e bani e doni ma për belulin, por Komunoha me for realitetin. Jo, normal. Që zdu me bala modestin, falso, absolutisht. Por me for realitetin ka herë është edhe e drejt. Ja ka herë, por na gjithmonë flasim realitetin, sepse unë për veti e dina shumë mirë të paktën, se me qenë se është një recap e tanë 6 muajshit, në ta mujt e parë u hapen shumë edhe i kina njek. Edhe i kina follow mrapa, ose i kina ba like, edhe pse ato s'na kanë kthy mrapa, sepse bele e kam lexu në shumë vende, kur e kanë pyet Elvisit në diftoni, dhe më thonë se si i bën ata punën e producentit, edhe i ka thonë pa tjetër. Edhe i kina afru mbështetjen, sepse për i mend janë disa gjana se s'ka rëndësi se a e bën Marko, a e bën Manjola. Unë jam Manjola për vedi. Në qoftë se ti nuk mundesh me kenë Manjola, unë s'mundem me kenë Marko. Edhe kjo nuk duhet, kur ja din vlerat vedit, nuk të vjen keq se sa podcast e hapen. Nuk të vjen keq sa televizore, sa gazeta, sa revista hapen. Sepse kush më don mu, prap ka me pa mu. Kush don Markun, ka me pa Markun. Nuk është ajo konkurrenca të hegzimi në fakt, sepse nuk mundesh me keni lumtun në qoftë se mendon, jam të e bë këtë për inat të X-it apo të Y-it. No, jam të e bë këtë sepse jam unë e lumtun, sepse më bën mu të lumtun. Kështu që sa të mundena tanve kena me ju suportu, dhe në qoftë se nuk na suportoni mrapa, sepse është aja që e kena thonë, na jena këta që jena, edhe ofrojmë këtë që afrojmë. Ma mirë s'mundena, ma keq s'dona, sepse i ta jena. Kështu, kjo që theti Manjol shumë e vërtetë, dhe desha me pru edhe një shembull krejt shumë ma thjesht, që the na jena vetvetja, na jena gjithkush është i ndryshëm, por si puna për shembull me tesha që veshim na, mundesh me vesh një diçka shumë shtrejt, por nuk është veshja që të bën ty, je ti që je vlerë veshjes. Edhe të njëjtën gjallë, edhe me këtë platformën tonë, nuk është podcast e mund të kenë shumë, ose televizora, po gazeta, revista, por gjithkush ka atë vendin e vet, edhe vlerën e vet. Du me theksua diqa tjetër, që tanë e dina, që shqiptarët janë shumë njerëz inteligjenta dhe janë shumë njerëz të holl. Dhe dini me dallu gjithë secilin kush e ka për imen, kush e ka për një arsye, kush e ka për një arsye tjetër. Dhe për këto për shembull, në komunitetin e Michiganit, unë falenderoj shumë shqiptarë, të gjithë ata që na kanë saportuar, sepse është një numër shumë i madh, por prap du me thanë që edhe shqiptarët e Michiganit janë në gjendje të njohin të gjitha mediat, të gjitha kush është në rrjetet sociale, me portale, kush është me televizione, kush është me radio, kush është me podcaste, me gjëna, domethënë që ka të bëjnë me informacionin. Shqiptarëve nuk mundesh kur mi hell hynë syve, shqiptarëve kur nuk mundesh me ja hell, mundesh me ja hell sot, për ta marrë vesh nesër. Pra, ata që të njekun me nëshmëni, ata që të njekun din ke me njek, din ke me suportu, dhe e shofte numri i shqiptarëve që kena dhe në Michigan që na njekun, është një numër shumë i madh, me të ndetin se kisha prit që na njekun ka shumë. Nuk i kena di që ka shumë shqiptarë, me thonë drejtën. Por, mendojmë që vitin e arshëm, pra që edhe një muaj që ka metë nga këtë vit, do kena edhe kontakte ma të afërta me komunitetin, dhe do kena një komunikim ndryshe me komunitetin. Por edhe ma gjanë, ja veç me komunitetin. Po, edhe ma gjanë. Në fakt, më pëlqekja që i tha Gjoana, sepse në disa mesazhe. Po normal, po ku ta kundërshtajon ty fjale. Pëlqej, unë ti folësh 2 orë, do të bëj atë që tha Gjoana. Po ja se desha me pa një presje të vogël, se ti e the bukur për komunitetin këtu, por kena edhe komunitetin e New Yorkut. Po dakor, sepse ke njerëz që na kanë shkruar prej shumë vende të ndryshme, domethënë pikat kryesore, si është si Chicagoja, si New Yorku, New Jersey, North Carolina,
Carolina, Florida, janë shumë qendra që kanë shqiptar, Boston, bravo, janë që kanë shqiptarë që na kanë ftu. Edhe kanë thënë, hajdeni, ne për ne është e pamujtur për me ditë se kush është në New York, kush është në Chicago, kush është në Florida, por na duhet një majuj. Edhe sepse faleminderit Zotit na i kena pas mundsinë, na ka ardhur një prej Floridet, na ka ardhur një prej Connecticut, na ka ardhur prej Chicagos, edhe por na Atlanta, Georgia kena pas. Tash si maj më tonë që kanë ardhur, por me të vërtetë domethënë është Alabama. Yes. Alabama, bravo, se e kisha harru në fakt. Edhe jena mundu, por mendimin tuaj na sugjeroni edhe na diftoni në komunitetet tuaja, kudo që jeni, jo vetëm në Amerikë, sepse kena thonë që dona edhe për vende tjera. 2026 kena më lidh me shumë vende në përbot. Po se kena fatin që teknologjia ka eca shumë, s'kena nevojë me ken fizikisht këto mundën a më lidh me anë të Zoom ose një lloj mënyre tjetër. Edhe pa tjetër që nuk do t'jenë vetëm komuniteti këto ose veç shqiptarët e Amerikës, na dona që mu lidh me tanë shqiptarët, ashtu si kur kena thanë, ashtu si kur kena premtu mu ba lidhse për tanë shqiptarët kudo që janë në përbod. Kanadon, harrova Kanadon. Edhe kisha pas qef për josh kur na komentoni, na thonë ne Barcalet mo. Se në ata ne Barcalet bukur kam e thonë këto. Kam jo përmendën edhe emnin. Se më tha dikush kisha thani Barcalet këto. Më tha e ki kopju Barcaletën për një aktor italian, pse kopjan po ku kam i marrën më? Unë dikon kam e një. Unë dikon kam e një, unë nuk di me zërë Barcaleta, se në fabrika, së makineri, Barcaleta, unë kam e një, dikon kam e thani, shtu ka anërtu humori. Dikush e thot dikush tjetër. Na kena thonë pa na shuni odën tonë kena bashk, kështu që na jepni sugjerimet tuaja, na jepni mendimet tuaja, mos kujtoni edhe një herë që nuk ju lexojmë, ju a marrim parasysh edhe të vazhdojmë kështu në harmoni tonë. Uraj që son kam ëndra si ata fëmijë që kanë disa ëndra që ka herë ndoshta janë shumë të mëdha se realizojnë, por uraj që në verë ndoshta mendim Zotit ta vëna marrim sysh. Ja. Kanë qenë që në verë, nëse kena me mujtë më ba, me shku në trojet tona, si Oda Podcast, edhe me komuniku me vllazët e motra tona kudo që janë atje në Evropë. Jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi, por edhe në shtetet tjera. Dhe shpresoj që këtë verë, ndoshta hapi i parë, do ta bëjmë një tornet të vogël. Përsoj dhe uraj, ta shofim. Në gjë për një të si diftojmë sekretë Markut, se thuj so dush, difta Mark, ta për i thojmë vitin tjetër, thojmë kena surpriza për vitin tjetër, do t'jem, Marko do ti thojmë tona sanë. Për të mojnë, zë musë më dhanë zanë sekret, dhe qatë më thoni, kur më thoni mu nuk ka ma sekret. Ja, e kuptu ma të? Mos më thoni, nuk e thamë. Ja, në gjë, ta po thojmë që Mark, ta po ta japim atë orarin e mladis me vonis, që ti flasim sekretet, ma nëjnë, se ti na i zorë sheshit, tonë të sekretet? Jena mënu dhe do mënona që me pru të jo, matë miren, të bim vetë vetën dhe të bim historit tona personale dhe historit tuja. Nostalgjia është një njenjë që ka çdo njëri, kudo që jeton, sepse në nostalgji është një pjesë e historisë të jetës tane. Edhe ndoshta pjesa më e bukur e jetës tane, pjesa e fëminisë, pjesa e rinisë. Dhe kur njeriu diskuton për kohën e kaluar, kur i kanë fëmijë, kur i kanë i ri, komunikon të njëjtat historina që i keni pas edhe ju. Ndryshojnë personazhet, po historitë e fëminisë janë njësoj, historitë e rinisë me dashni, me njëne, me shkollë, me tjetër, janë komplet njësoj. Për një të kena qef që kur të në shofin, se ton kena stres, as një se kena ditën e bukur. Në ushta jena shkapet ton ditën. Ja, maja se kena dhe ditë të bukura, të shti mas se për në fillojme në kjo me fasoleti. Ja, mas në kjoni, të më thonë s'kena kena dhe ditë bukura. Por, jo, në përgjithsi dhe më thonë, edhe në qo se ke pas, ashtë stresi jetës. Edhe, a ki shku në punë të torë?
s'ke ndosëm, ka thonë, do më thonë, normalisht kjo orë dhe lollon, edhe kur të na shikoni, vetë kaj herë ma para kam qef kur du me hek mendën për realitetit, me në njëri shkan në për ata vendet të bukura në kujtimet e tuja, se jo në për vendet për momentin, por në memorien tonë shkan në për ato kujtimet ku janë më të bukurat. Edhe bjen knetësi edhe harrën dhe më thonë se ndoshta se sa i vështirë për momentin ke realitetin. Edhe aja do në me kenë edhe na kur kujtojmë ata është sepse si na bjen ne knetësi, ju bjen edhe ju knetësi mu kthy në momentet më të bukura të jetës tuaj. Ka herë na da kujtime që s'ke qefe më ju kthy, se ka herë edhe ndoshta të prekon, ose ndoshta të mërzisin, kështu që jo gjithmonë kur kthejna mrapa në kujtime, na qetëson ajo gjë. Ka herë ndoshta kjo se ke pas një ditë e zgjedhi fije kujtimi dhe më thoni kena dom. Se kjo se ke pas një ditë gjatë, një ditë lodhshme, një ditë ndoshta të mërzitshme, duhet si thellet e vet, duhet me ditë me zgjall kujtimet, se mundesh më bë edhe më melankolike dhe më e mërzitën se sa je. Në gjë, është edhe ajo tjetra që ka i herë ke qef me shkollat ata kujtimet që janë i fije djegce. Pa, e diskutohet, ata janë më të bukura. Kështu që e zgjallim. Duhet mi përmend, pra. Ndoshta në episode të tjera, po duhet mi përmend. Në episode tjetër, se të shte kjo i sot, mi s'po përmendim të na. Dure me zjarë të në sekretin sot. Ja, unë deshta me lanë edhe një mesazh tjetër, sidomos komunitetit shqiptar në Michigan, po edhe në Amerikë, kushdo që ndoshta mendon që ka qenë me promovu në libër ose në një sukses të tij, dhe në rrasë mendon se Oda podcast është Oda ati personit Oda që e njën vetin mirë më artu të na, ose mundet me bala krahasimet me rrjete sociale dhe me platforma tjera. Dhe në kjo se mendon se Oda podcast e përmush profilin ati personit, është mirë sa ardhen, mund të kontaktojnë nëpërmjet rrjeteve sociale, sepse na jena nga dëshmëri të komunitetit tonë shqiptar, këtu në Michigan, po edhe në Amerikë. Pra jeni të mirë sa ardhen nga do që të vini. Deshta me të theksu, sepse duket ka herë si kur vetëm na ftojmë njerëz dhe ju mundi me na kontaktu ne, sepse na ndoshta nuk I kena krejt informacionet tuja dhe dëshirat dhe aspiratet tuja, ju mund të vini këtu në Oda podcast dhe të komunikoni me njerëzit, të komunikoni me publikon dhe të shpalosni atë që ju mendoni se keni. Ky ishte një lajm edhe ky viteve, domethënë për vitin e ri 26, sepse për momentin në fakt na nuk kena marrë reklame, kena thonë që kena me fillu së shpejti, sepse Allah se në fakt nuk janë reklama, ata janë jo, me kuptimin e reklamit domethënë promovimit. Edhe nga që kena kënë të punu kaq shumë me të tana gjana që na kanë ardhur pa prit, për momentit nuk kena bë promovime. Jo. Edhe sepse kena pas atë planin, ja të bëjmë këtë projekt, se na kanë rënë shumë të tana për herë, por në 2026 kanë me ardhë planet e reja, edhe pa tjetër që ne do mundona sa më shumë, sa më shpejt, me aq sa na jep mundësia, edhe marë sa mundën e ju me në ndihmu që t'i bëjmë të tana këta të mujtëna. Si se thash ma për para, ne nuk kena numra, ndoshta dhe kontakt me ju, por ju jeni ata që do të bani investigimin tuj, ku keni qef me shku. Shkoni të Oda, shifni sa njeksa kanë, çfarë platformet kanë, sa të shikueshëm janë, mundi me shku të një radio, me pas sa dëgjuesa kanë, mundi me shku të një televizion, me pas sa njeksa kanë, sa shkrete kollajse. Shin të faqja atyne, shifi sa njeksa kanë, shifi sa lajka kanë, shifi kush I komenton, sa I komenton, sepse aty shifet vlera e një podcastit, e një gazete, e një reviste, një portalit, një televizionit, aty shife vlera. Nuk shife vlera, mu më bladhë në kafe aty me thanë, jam më I miri, ti je më I miri. Janë njerëzit që të vlerësojnë, mi vlerësimi që njeriu I bën vetes vjen nga ignoranca, mi vlerësimi që I bën njeriu vetes është një vetë servilizim, që nuk çan kërkon për para, por të lënë aty ku je, ose ndoshta me bë edhe hapa mrapa. Pra,
kushdo që mund ka që marrë na, është i mirë pritën, na studioni përpara se të vim, në rast se mendoni se jena të përshtatshëm për ju, mirë se vini. Jo vetëm na studioni ne, si njerëz, sepse ne po na shohin, po gjaja më kryesore janë ato që ne na njekon, ato njerëz të vërtet që folën me pak më përpara. Na gjaja më përveç ne shqina, pretendoj me kanë vërtet, kena ata njekësit tonë. Na vlerësoni për tyne, mas na vlerësoni kush jena na. Na vlerësoni për njekësave tonë, sepse jena shumë krenar për kush na njek, kush na komenton, se me të vërtet jeni, si që thasha ma përpara, jo thjesht të vërtet në rrjetet sociale, si person, si profil Facebookut ose Instagramit, po me plot gojen jeni njerëz të vërtet. Edhe këto lloj njerëzish dona na që me pas në platformën tonë. Jeni dashni fundi fjalës, jeni primën, jeni tonë ju që na shkruani në mënyrë kaq sistematike, edhe na falni kaq shumë dashni, e falni sepse jeni primën dashni vetë. Me qerë dhjetor edhe është fund vitit dhe janë festat, du mi uru tanë shqiptarve në tanë boten, por sidomos edhe shqiptarve këtu në Michigan ku jetoj, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri, Zoti ja prith marë në familje tuja, Zoti ja prith marë në rrugtimin e fëmijëve tuaj, paqi, marrësi, paqi, zemrat e bardha, dhononi dashni njëri tjetrit, sepse dashnia është ushqimi më i mirë shpirtëror, dashnia shëron tana dhimbjet, tana vujtjet, me dashni mundna me u bashku, me dashni mundna me jetu një jetë më të qetë. Në gëzime, në shëndet, në familje tuja, Zoti ju bekoft. Faleminderit se Marko tha tash një aq bukur sa s'na la fjalën e tjerëve. Jo më po. Pak e ka thënë një shumë herë këta episodit e fundit kina dhënë shumë urime për festa. Do të thënë është për të episod. Të i fundit, por jena do mundu do të thënë se nga 6 muaj i fundit. Po të zve episodin. Më rrof figa do me marr lejen. 15 diçen. Më raport. Kam thy gishtin. Jemër të vëda lidhim, por është primën dhe më thënë, i thojmë, gjithse cili i thojmë atë qefin, dona është shmyllja vitit, edhe në çdo episod dona që kush ka pas një vit të ram, inshallah ka met mrapa me këtë vit, edhe vitin tjetër ka bekime edhe vetëm mirësinë familjet e tyne, inshallah o Zot, që ju dëshiron zemra, ju dhuroft 2026, por e kena edhe një tjetër, kështu që nuk është ky i fundit për këtë vjet. Po edhe mos harroni, verse në 2025 ju kanë edhe diçka shumë speciale. Jeni njoft me Oda Podcast. Ka edhe një diçka tjetër, e bukur. Edhe për ne që e kina thënë, se ne bana pak për humor, po edhe për ne që e kina thënë edhe për para, edhe për ne ky vit ka kënë shumë special edhe shumë i veçantë. Jo vetëm që kina hap këtë platformën tonë, por që kina njof njerëz kaq të mrekullueshëm si ju, edhe na jeni bë pjesë e ditës, na jeni bë pjesë e jetës, edhe pse ndoshta nuk njihena tamam, por na duket sikur jena njoft bashkë tonë jetën, kështu që ju falenderojmë shumë. Kur do me më qu për sheshe, për festa, do t'jena pa adresen, kuz, gjokovento, tesha, çorap, rrypa. Mas ndra, se ja kërkove që dishe për Krishtlindjen. Ata like, followers, ata subscribe, edhe në rrini dhe më thonë, në shushnoni edhe në 2026. Unë mendoj që këti minutazhit i erdhi fundi, edhe me ton dashnin e shpirtit, shifën në emisionin tjetër, mas harroni atë që ju tha Marko edhe Johana. Faleminderit dhe mirë takoshim. Faleminderit. Mirë pafshim. Mirë pafshim.